Të nderuar miq, kjo shkëputje e shkurtër disi na disponoi, por këto ditë të bukura me diell na asociojnë apo e presim pranverën, edhe qelja e luleve, por edhe gjithë ajo arome këndshme e luleve e të gjithë atyre që na simbolizojnë pranverën. Por në të shumtën e rasteve kur shohim edhe bletën duke i ndjekur lulet apo si që thot populli ka dalë që të ushqehet, atërit e shohim se pranvera më vetëm se ka ardhur. Sot do t'jetë një temë shumë e bukur, me ditë të ftuarit e mi, ku pikërisht do të përqendrohemi tek bleta, prodhimi i tyre, dobitë, por ka edhe disa inovacione të cilët janë shumë interesante, por gjenden në vendin tonë. Për t'i biseduar gjithë këto, do t'jenë të ftuar dy mysafir, Driton Dikena. Mirë se erdhe, Driton. Mirë se ju gjeta. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Këto ditë pranvere, disi mundohemi që t'ju përshtatemi edhe temave, por sigurisht edhe dëshmojmë tek shikuesit kjo periudhë që e ndajnë për na ndjekur neve nuk është kohë e humbur, por është kohë që do të fitojmë. Shpresojmë që sot do të tregojmë shumë gjëra të reja, edhe është tema e qelluar, për arsye se kur zgjohet natyra, zgjohet edhe bleta bashkë me të. Faleminderit, urnani. Gjithashtu do të jetë bashkë me ne edhe Pajtim Aziri. Pajtim, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ndave kohë. Ti je pjesë e emisionit tonë. Urnani. Driton, si është një ditë vikendi e juaj? Bletari nuk ka ditë vikendi. Sidomos te pjesa përmuese e bletarëve këtu tek ne, bletaria vazhdon të jetë një punë e dytë, një hobi, dhe duke pas një punë primare për mirëqenie ekonomike familjare, kështu që shtuna dhe diella për ne janë ditë të punës. Sidomos tani në pranverë, kur natyra zgjohet, bletët zgjohen, kërkojnë një përgatitje shumë të madhe dhe shumë vëmendje shumë të madhe, kështu që shtuna dhe diella për ne do të jetë ka shtatori. Pajtim, juve si ju gjenë vikendi? Me qenë se ju murëm sot një pjesë të vikendit. Ashtu si shta drejtori për arsye se ne me profesion unë jam IT dhe punojnë në film tjetër dhe gjithë kolegët kur bisedojnë për vikendin, ato thonë apo shovën e thëmë, jo, nuk e shfrytëzova se punova më shumë se aty ku jemi bashkarisht për arsye se gjithë kohën ja përkushtoj bletëve. Ashtu. Drejton, ju e bët që bletët, prodhuesit, ato të gjitha përpunuesit të organizohen e prodhuesit, por edhe atë të cilët e kanë hobije, por më interesantja ju e bët edhe shëndrut në artë, në sen që njerëz ta njohin nga ajo që e kanë pa vetëm se në për ato kavanozët të mbyllur mjaltën edhe ashtu ta shesin, por ju bët diçka që njerëz të dinë, të kuptojnë, të mësojnë, ta shfrytëzojnë më tepër mjaltën dhe bletën. Me një fjalë e bët një artë. Na trego pak ndoshta ajo që vit nga dega juaj, domethënë vit nga gazetaria dhe gazetarët dinë ta prezantojnë më të bukurën e gjithçkaje. Kështu që ndoshta bëra unë atë, prezantova më të bukurën e bletës, jo se ato produkte kanë qenë të panjohura, mirë po i prezentova në mënyrë të bukur siç duket, duke shfrytzuar afinitetet e gazetarisë, edhe pse ka vite më që e kam lënë gazetarinë dhe më mungon shumë, nëse ta dish. Mirë po tek ne vazhdohet, domethënë jo vetëm tek ne, për arsye se bletaria në aspektin shkencor edhe në plan global, në plan botëror, nuk është shumë e zhvilluar, nuk është shumë e analizuar. Domethënë bet si një domethënë deg në bujqësi më tepër hobiste se sa profesionale. Kështu që tek ne kur kemi filluar të flasim për bletarinë, mendojmë vetëm mjaltin. Ndërkohë që bleta ka, domethënë për mua bleta paraqet një zeherore, që mund të nxjerrësh pafund produkte prej një koshere të bletës. Domethënë nuk është vetëm mjalti, është poleni, është propolis, është qumshti i bletës, është helmi i bletës, është perga, domethënë është dylli. Nëse këto i kombinon me produkte të ndryshme të natyrës, çajra apo vajra të ndryshëm esencial, ti mund bësh një palet atë shumë të gjerë të produkteve, domethënë qofshin ato kozmetika apo qofshin për shembull nutricitive, të cilat ndihmojnë në rritjen e imunitetit, organizmit, mbajtjes gjallë të asaj. Bletaria ka filluar të merrem, domethënë
ndoshta një dekadë diçka tepër mund të ketë, mirë po bleta edhe ti, domethënë, ke kontakt me bletën, për arsye se ke një profesion shumë të shkëlqyer që je mjek i bletëve në fakt, të çon dashurohesh. Po. Domethënë është interesante ajo, domethënë ta lind dashurinë ti duke filluar se ti do thuash unë do filloj të merrem me bletë, ndërkohë që nuk e kupton se ti gjatë kohës ti je dashuruar në bletën, edhe mu më ka fascinuar natyra e bletës që jo rastësisht ceket shumë edhe në Kur'an, domethënë si një gjallës, si të them, e shenjtë, ashtu edhe trajtohet, për arsye se bleta me të vërtet paraqet një burim jashtëzakonshëm për shërim të shumë smundjeve në organizmin e njeriut. Ashtu. Disi drejton kjo punë na lidh neve, dum, neve dive, gazetaria, por edhe këto profesionet apo hobit tjera. Na tërgo, kemi hasë në të shumë të në rasteve në kontakt me shumë bletar, në të shumë të në rasteve disi janë të lidhur shumë dhe kanë dëshirë shumë të dinë. Edhe disi janë shumë të përgatitur sa i përket gjithë atyve procedurave, apo të themi kështu, si sot populli jetës së bletës. Për arsye se detyron bleta, nëse ke dështu një vit me bletët, vitin tjetër nuk ja jep vetes atë luks të dështosh bletën. Bleta kalon në disa faza. Fillon tani në praverë zgjimi i bletës, përgatitja e bletëve për kullotat e para, qofshin ato të akacias edhe të livadhit, malit aty. Pastaj zhvillimi aty, krijimi i mbretneshave, ti nëse nuk i kalon vjelja e mjaltit, para përgatitja e trajtimi i smundjeve të ndryshme, përgatitja e bletëve për dimrim. Ti nëse nuk i kalon gjatë gjithë vitit këto faza, ti ke dështu. Kështu që nëse dështon një vjet, domethënë dështimi në bletari është jashtëzakonisht shumë i madh në Maqedoni dhe është fatkeqësisht tek ne nuk folet shumë për këtë çështje, për arsye se janë miliona euro që humben nga buxheti i qytetarit për çdo vit me dështimin, me mos trajtimin e smundjeve në kohë reale të atyre. Kështu që ti kur dështon vitin e parë, pastaj vitin e dytë, të detyron bleta të interesohesh, të mësohesh. Duke qenë se edhe bletaria është një materie e gjallë, domethënë dalin ilaçe të reja, medikamente të reja, mënyra të bletnimit të reja, domethënë, kështu që ti detyrohesh, ti përcjellish ato. Pastaj ne bletarët, nëse takohemi dy bletar, mund të kallet shteti, neve përsëri tema e bletarisë do të jetë ajo që do të vazhdoj. Nuk është se na intereson shumë politika, dhe na bëhen dy bletar bashkë vetëm temës, vetëm bleta, kështu që gjatë debatit, gjatë diskutimeve, gjatë tani ka edhe platforma shumë online, ligjërime online që domethënë teknologjia tani ka të arrit, na ka bërë që të mund dëgjojmë për gjithë botës ligjërata të ndryshme, kështu që bletarët mund pëlqen. Ajo që pjesë e dërmuese e bletarëve janë persona të ngritur intelektualisht. Nuk janë shtres e dobët si ne kur u themi se ne i takojmë bujqësisë. Dhe neve lirshëm mund të na thonë bujk. Domethënë sektori i bujqësisë. Mirë, po ne jemi një shtres e ngritur intelektualisht. Kështu që shumë e lehtë është edhe perceptimi edhe marrja e informacioneve dhe shpërndarja e informacioneve. Kjo është ajo që i bën bletarët të kenë një uri pak më të përgjithshme sa i takon. E di, edhe kur më vjen ambulant duhet jam atë mençurit. I shkëmbejmë idejat një dior kështu. Nuk din të ndalem, po. Po dim si filloi lidhja jote me bletën Lidhja ime me bletën ka filluar qysh kur kam qenë fëmijë, sepse ne familjarisht kena pas bleta para dikon 20 viteve, prindi ka pas bleta. Për shkak të reagimit alergjik që ka pas ndaj bletave, është detyruar t'i largoje. Por që në atë kohë si fëmijë mund ka mbet dashuria për bletët, dhe kur arrita një moshë që mendova se jam i gatshëm të punoj me bletë, atëherë i bleva 2 bletë dhe kështu e vazhdova këtë profesion. Tashmë vetëm e ke një hobi mbas punës së përditshme e gjen vendin atje apo? Po shife ku kjo është shumë interesant se gjithë bletarët thuaj se një numër 90% kisha thonë që i nisin me 1 koshere ose di. Kështu fillova edhe unë, fillova me 2 koshere dhe mendova vetëm për familjet kemi mjalt. Po nga dashuria që e kisha dhe dojsha thellohem sa më shumë, non stop duke lexuar, non stop duke lumtu e parë se është një mrekulli dhe një sistem perfekt që funksionon brenda një koshere, mund bëni që t'i shtoj kosheret dhe të shoh më shumë zhvillim tek ata.
Dhe sot kemi dikun rreth 50 koshere, nuk është një numër i madh. Por nga koha që ndaj vetëm për vikend mendoj që arrim të kontrollojmë gjithë ato numre që kemi. Edhe pse kur kem më shumë, normal se levrdia është më e madhe, po për momentin jemi të kënaqur me këtë numër që kemi. Sigurisht. Para se të futemi tek ajo cilët u intereson edhe shikuesit, por edhe mu them drejtën, shqiptarët kishin nevojë të organizohen, disi mungoj këtë tek ne shqiptarët organizimi i bletarëve të mbledhen, të organizojnë konferenca ndryshme, seminare ndryshme e kështu me radhë. Drejton, arritët që disi të grumbulloheni, të organizoheni dhe është për lavdrata kjo gjë. Fatmirësisht, domethënë, arritëm të organizohemi, treguam se dim të organizohemi, treguam se dim të bëjmë organizime, mirë po, më thënë, disa vite e mbajtëm atë elan, më thënë atë dashni, atë ashk për të bërë diçka më ndryshe, arritëm të dalin në sipërfaqen ndërkombëtare, më thënë ne si shoqata e bletarëve të cilët filluam edhe të zgjerohemi edhe në qytete të tjera, arritëm të bëjmë disa organizime shumë interesante mes tyre si TTV Honi Ardvars apo garat ndërkombëtare për kualitet të mjaltit. Arritëm që ta fusim Maqedoninë në gjeografinë e atyre shteteve të cilat merren me kualitet të mjaltit, arritëm të bëjmë një organizim i cili përfshihet në mbi 25 shtete pjesëmarrës në atë organizim. Ishte një ndër organizimet më të mëdha në bletari që është mbajtur që nga pavarësimi i Maqedonisë e deri më sot. Por fatkeqësisht, domethënë neve nuk na dëgjuan, nuk na regjistruan shumë institucionet e shtetit, qoftë ajo Ministria e Bujqësisë apo komuna, domethënë komunat lokale, për arsye se nuk do të etiketoj një komunë, domethënë vetëm një komunë, për arsye se aktiviteti jon përfshin gati komplet, domethënë shtetin, edhe secila komunë që kishte ashk dhe vullnet për të ndihmuar mundesh ta bëj. Kështu që neve maksimalisht që Ministria e Bujqësisë na jepte një shumë modeste prej 2.000 eurove, të cilët ne kur kemi zafir për 25 shteteve, ti nuk mundesh as edhe për ujë të dalin. Jo për shembull për hotele, për dreka, për darka, se gjithë ato janë mysafir tu. Dhe këtë vit e gjysmë, domethënë një vjet e gjysmë e kemi hesht, mirë po mu vjen mirë tani që shumica e bletarëve filluan të paraqiten, filluan përsëri të kërkojnë të organizojmë atë, dhe shpresojmë që këtë vit do ta organizojmë. Pavarësisht përsëri domethënë me atë ashkun, me atë dashnin, për arsye se nuk besoj se do të reflektojnë institucionet tona, domethënë do ta organizojmë dhe garat ndërkombëtare për kualitet mjaltit nuk ishin vetëm manifestim, Samet. Ato ishin institucion. Sigurisht. Edhe të dhana që i ka shoqata jonë, përsa i takon kualitetit të mjaltit, cilësisë të mjaltit, llojeve të mjaltit, nuk mund t'i ketë asnjë institut momentalisht në Maqedoni. Për arsye se ne domethënë kur bëjmë analiza tek ne kanë pruka 400-500 mostra për gjatë vitit. Domethënë mjalta të ndryshme, nga zona të ndryshme, nga shtete të ndryshme. Dhe vetëm ato analizat të cilat janë pjesë përbërëse të shoqatës sonë, mund të bëhen 10 doktoratura në për institucione konkrete. Domethënë, prandaj ato nuk ishte gara, domethënë nuk ishin vetëm një manifestim i zakonshëm, ato ishin një institucion në vete. Dhe nëse do të kishim reflektuar pak më tepër institucionet, do të na kishim mbështet më tepër institucionet, ne do të ishim në një fushë, domethënë me Londrën, do të ishim në një fushë me Dubai, mirë po ne prapë shpresojmë, domethënë prapë shpresojmë se do të ketë një vesh, do të ketë një reflektim, do të ketë një interesim, për arsye se ti kur promovon, domethënë shumica e bletarëve të cilët merr një pjesë në gara, bën një promovim të jashtëzakonshëm të mjaltit të tyre. Për arsye se certifikatën që e jepnim neve, analizat që i bënim, diplomën që e merrte bletari, pas daljes së atyre certifikateve, ishte një garanci për kualitet të atij mjalti. Edhe konsumatorët tani filluan të mësohen, të pyesin se a keni ju certifikat kualiteti nga garat ndërkombëtare për kualitet mjaltit që ta marrin mjaltin në besueshmëri. Unë shpresoj se do të vazhdojë të organizohet, do të ishte mëkar shumë i madh, sikur si organizim
të mbyllet një herë për gjithmonë, për arsye se nuk ka një të dytë të atill, kërkon një kapacitet, domethënë ne kishim domethënë përveç që kërkonte domethënë një kapacitet shumë të madh brenda, domethënë infrastrukturor, që për këtë patjetër kam ta falenderoj shumë dekanin e Fakultetit Teknologjisë Ushqimore Gjezën, i cili ka qenë i pa kompromis, domethënë pas një kush na ka ndihmuar që kjo organizimin të ngrihet lart. Mirë po kërkonte edhe, domethënë në çdo shtet ku mblidhet mostra ti duhet të kesh një përfaqësues. Duhet të kesh një mik, duhet të kesh një shok. Duhet ta kesh një si them një të apasionuar pas blecë, që ta bëj atë pa pare. Ta bëj atë pa ashtu. Me qef. Kështu që domethënë nëse dikush do të kishte dashur, domethënë ta marrë si model atë organizim dhe ta bëj duke menduar se do të marri domethënë buxhete, do të tërheqi fondet ndryshme për institucioneve të shtetit, por qoftë edhe prej fondeve evropiane, të cilet kanë dështuar realisht në financimin të disa projekteve tepër të dyshimta, të cilat nuk sjellin asnjë të mirë për bletarinë, do të dështonte, se nëse nuk është dashnia, financat nuk ta bëjnë organizimin. Mirë po, kur e ke dashni, edhe financat ndihmojnë, besoj që organizmit janë më shumë më të mira. Sigurisht, po. Pajtim, bët diçka interesante, e thash edhe në paralimimin e emisionit gjëra që si dhe të rallë herë në dëgjohen, do me thonë, API Air, është një inovacion i bukur i bletëve të cilat njerëz të mund të kenë një dobi të madhe nga ato. Por duke i shfrytzu edhe atë pjesën ku bletët punojnë ti e shfrytëzon përveç mjaltës. Na tregon pak si startoi kjo, si ishte ajo ideja, nga lindi ideja. API aeroterapia, po fillimisht do të kisha bënë një shpjegim shkurt për apiterapien si koncept. Apiterapia domethënë është shfrytzuar që nga kohën e lashtë, nga Egjipti, Kina ose Greqia. Apiterapia, nëse i referohemi këtij termi, do të thotë çdo produkt që e konsumon nga bleta, qoftë edhe konsumimin e një lugë mjalt, ne kemi bën një apiterapi. Për shkak se api është bleta dhe terapi trajtimi. Por pastaj janë bën disa zhvillime ndryshme në bletari dhe është specifikuar në api aeroterapi, atë siç e cakët më herët. Dhe shtytja kryesore që unë kam filluar me api aeroterapi kanë qenë fëmijët e mi të vegjël, të cilët kanë pas probleme shëndetësore me bronhit. Dhe rekomandim nga mjeku që vazhdimisht përdoren disa pompa që të lehtësojnë frymëmarrjen. Dhe unë si bletar mendova, thash, pse mos t'i shfrytëzoj bletët dhe ta marrim më të mirën prej tyre dhe të bëjmë një kur natyrore. Duke lumtu, duke studiu, e parë se ekziston kjo inovacion që është bën në Gjermani dhe Austri bëhet shumë. Vendosa që ta bëj unë të paktën për fëmijët e mi të gjejnë një zgjidhje, po pse jo edhe për njerëzit përreth. Kjo ishte shtytja kryesore, pastaj kemi bën disa trajtime dytore dhe momentalisht jemi në specializim të këtij inovacionit të ri, dhe kështu që vitin e kaluar që shkoj kemi pasur mjaft sukses, dhe këtë vit kemi startuar me apiterapien e dytë, për arsye se efektshmëria tek njerëzit na ka bën që ne të lëvizim edhe një hap më përpara. Sepse ka pas shumë benefite shëndetësore. Si funksionon tashmë? Është e hapur edhe për qytetarët apo për momentin? Kjo terapi bëhet sezonale, duke filluar nga muaji maj dhe mbaron në 30 shtator. Por shtator janë çdo pikpyetje për shkak se mund të jetë me shi dhe terapia nuk ka efekt. Domethënë është sezon 5 mujore. Si funksionon konkretisht kjo vetë fjala api aeroterapi, që do të thotë thithja e ajrit të kosherës përmes një inhalatori. Respektivisht domethënë për organet e frymëmarrjes. Sigurisht. Shërimet dhe dobi që janë të shumta, duke u nis se është astma, pastaj ndikon tek alergjit, tek sinuset, ndihmon shumë në sistemin imunitar, po ashtu ndihmon në stres dhe në depresion, sepse ndihmon shumë pjesën qendrore nervore, dhe kështu që ka shumë dobi të mëdha, sepse në koshere ekzistojnë gjithë produktet e bletës. Bleta kur të sjellë nga jashtë, ato në një farforme ekzistojnë në formë të ovullit, ose ajër. Sepse bletët non stop rrahin me krahat e tyre brenda kosherës dhe në thermia të imta gjithë këto produkte janë brenda kosherës, por mes inhalatorit deportojnë në organizëm. Është e preferuar edhe për gjitha moshat? Po, kjo mosha që lejohet është prej 1 vjet deri në pleqëri, sepse
më të vogël se 1 vjet nuk është e lejuar çdo konsumim nga produktet e bletës. Sigurisht. Planifikon që këtë ta zgjerojsh themi të jetë diçka që pse jo rekomandimi të jetë i mjekëve dhe pse jo në mënyrë të organizuar diçish të organizohet që pse jo të vazhdohet terapia mbas barnave, do të thënë që jep kimia, shkenca, po të vinë pse jo të vinë tek edhe terapin ta praktikojnë. Po kjo është edhe qëllimi jonë, për arsye se vitin e kaluar kemi pas shumë persona që kanë konsumu ose kanë qenë varur prej ilaçeve kimikate dhe tash prap na bojnë kërkesa të mëdha për shkak se është shpërnda kjo terapia në rrethin tonë e gjenë më shkup. Dhe fikshmëria e madhe ka rezultuar që ne prap të vazhdojmë të bëjmë një apiterapi tjetër. Ashtu. Po ashtu edhe siç thash se shumë persona kanë ndërprer terapiat miksore. Kjo terapi nuk i jep shërim të përgjithmonë tek personi, po lehtëson shumë që mos të jenë të varur nga ilaçet kimikate. Shumë bukur. Samit, unë duhet ndërlidhem këtu që ta bëj pak ma fotografi ma qartë për dëgjuesit. Është sen të driton që mos tentash për lëvdarë, po sen që ne jemi mësuar, e thash edhe në fillim të emisionit, jemi mësuar që bleta bën mjalta në kavanos u kri puna. Kosherja e bletës që është me një masi 40 cm me 52 cm. Domethënë përfshin është një glop në vetë, është një hapësirë në vetë, është bota vetë e bletës aty. Bletët ka një aftësi të jashtëzakonshme për të luftuar çdo lloj bakterie që futet brenda kosherës së bletës. Brenda kosherës së bletës, edhe nëse ngort një mijis apo në një insekt, ato e mbulojnë me propolis, në atë mënyrë si faraonë që i kanë mbuluar. Edhe me qëllim që gjatë prishjes insekti brenda mos lishoj ato bakteriet e prishjes së insekteve. Është e jashtëzakonshme. Kur domethënë bleta gjatë gjithë ditës merr lule të ndryshme prej natyre. Në atë botë të vogël të bletës, ekzistojnë të gjitha llojet e luleve, vitaminave, kalciumeve, mineraleve, aminoacideve, do të thënë gjithë ilaçet botnore që janë të bazohen në barna, në çajra të ndryshëm, i ke brenda asaj koshere të bletës. Dhe ajo ka një ajër të pastër të jashtëzakonshëm brenda. Njeriu gjatë procesit të inhalimit, kur merr ajër prej kosherës bletës, ajër është njëjtë sikur ditën e parë Zoti i Madhërisht ka themelu botën. Pa fabrika, pa komunikacione. Është më vendi me ajër më të pastër që mund të ekzistojë. Dhe ajo pastërti që ekziston brenda kosherës së bletës, duke përfshirë edhe vitaminat ose domethënë efektet e ndryshme që i kanë barnat, i merr njeriu në organizëm. S'ka çaj pa më pas ndikim. Gjithsesi se duhet ta ketë ndikmë. Jo rastisht Zoti ka thënë se prej bletës del ilaç për njerëzit. Ai është ilaçi. Vetëm se ne duhet ta shfrytëzojmë, duhet ta zbulojmë, duhet shkojmë. Edhe nuk duhet gjithçka të nisë me një dyshim. Tek ne domethënë më njëherë fillon, nuk na ka thënë mjeku. Jo gjithçka duhet ketë një recetë mjeku. Është mjekësia alternative. Njeriu duhet vetë një herë të bëhet mjek i vetvetes në mënyrë natyrale. Ne si shoqat patëm aplikuar një herë bashkë me Federatën e Bletarëve të Francës, aplikuar për institucionet tona për të bërë një fushat edukuese, të cilët do të mundeshin të shfrytëzohen mjalti, produktet e mjaltit, produktet e ndryshme të bletës, edhe për smundje të ndryshme. Jo të ndërhyjë mjekësisë. Domethënë se ti kur je i smund ti duhet shkosh te mjeku, ose shpesh thon njerëzit e ka kap gripi, është smu, kollet çdo minutë, edhe thot nam një mjalt që rohem. Mjalti atëherë kur jetë smu në atë shkallë ti duhet shkosh te mjeku. Mjaltin duhet ta konsumosh për çdo ditë që mos të zhvish në atë shkallë. Ta parandalosh shkollë shko te mjeku, jo atë. Domethënë mjalti nuk çron. Mjalti ndihmon në parandalimin e smundjeve. Kështu që domethënë edhe për atë projekt domethënë nuk patëm një mbështetje, kështu që mbeti domethënë. Prandaj tek ne ajo që ka shumë nevojë. Edukimi i masës. Por edhe edukimi i bletarëve, se edhe pse bletarët merren me bletari, shumica e bletarëve nuk i nxjerrin për bletës gjithë këto produkte që janë fokusuar vetëm te mjalti, edhe nuk merren me gjëra tjera. Ndërkohë që
nëse populata është edukume për vlera që i ka bleta dhe produktet e saj, edhe kur do shkoj t'i kërkoj te bletari, do bletari do specializohet edhe për nxjerrjen e qumshtit, edhe për nxjerrjen e helmit të bletëve, edhe për nxjerrjen e polenit, edhe të pergës. Kështu që ka nevojë madje për emisione të tilla, ka nevojë për mbështetje institucionale, për të ndërtuar platforma të ndryshme për edukimin e popullatës, për të shfrytzuar bletën si një aset shumë i rëndësishëm për mbajtjen e organizmit të shëndetshëm. Sigurisht. Patim, cila është ajo ndjenja kur njerëz vetëm e përfundojnë atë ditat terapi dhe cilët janë komentet e tyre? Si çfarë ndjenje kanë? Po ajo fakti më shumë që më kënaq më dhe më gëzon është ku thotë se prej kur kanë filluar me terapi se zakonisht efektet shihen më njëherë pas ditës tretë. Ashtu. Dhe në fund terapisë thotë nuk i përdorin më ilaçet. Po. Një për rasteve që e mbajnë mend dhe që më ka fokusuar kokë është një person 70 vjeçar i cili nuk ka arrit të ngjitet në katin e dytë përmes shkallëve. Ashtu. E le më të bëjnë një punë më të madhe, ai domethënë në terapinë e tretë thotë pajtim unë i kam lënë domethënë ato pompa që i ka përdorur. Edhe normal që ky fakt shumë të gëzon, për arsye se jemi bën shkaktar që dikush qet i pavarur nga ilaçet dhe të ecë lirë. Po ashtu edhe ka pas shumë ndikime tek fëmijët, të cilët kanë shumë shpesh bronhit dhe rekomandohen çdo herë të përdorin pompa. Dhe kjo terapi lehtëson dhe i bën të pavarur nga pompat. Ajo që funksionon do të kisha cek pak si funksionon. Po. Koshiret që janë të vendosura në një shtëpi spiritdruri. Ashtu. Personi futet aty pa pas kontakt me bletën dhe pa bletën nga brenda. Ashtu. Ulet para kosherës dhe vendoset inhalatori përmes një zore në gojë dhe lëshohet aty janë disa shpejtësi, varësisht nga personi dhe mosha, e lëshojmë edhe shpejtësinë e thithjes së ajrit. Ashtu. Personat të cilët janë më të vjetër rekomandohet deri në gjysmore, kurse për fëmijët rekomandohet deri në 20 minuta. Seancat e rekomanduara janë deri në 10 ditë për pas efekt. Sigurisht. Sepse siç edhe ne rekomandojmë mjekut, kur marrim një terapi, shumica e terapieve janë 7 ditë e sipër. Ashtu. Kurse tek kjo bën, domethënë një seancë 10 ditore. Shumë bukur. Si e komentojnë vetë ato të cilët vinë për herë të parë? E kanë idenë se... Shumica e personave që e kanë dëgju, vetëm e kanë pa, ndoshta në për video të ndryshme, dhe... Sigurisht edhe shikuesit do të kenë mundësi tash gjatë emisionit shohin disa inserte nga këto pjesë se si duket kjo, po? Shumë një numër të madh kena pas të personave për kuriozitet për ta pasur se si funksionon. Ashtu. Se dikush ka menduar se lëshojmë bletën ose do të kenë kontakt me bletën. Dhe futet kryen brenda në koshere. Por kur kanë ardhur kanë ndjenë të befasum nga aroma që kanë ndjej kur e kanë vendosur moskën në gojë, se çfarë arome e këndshme vjen nga kosherja. Dhe persona domethënë ka pasën të cilat momentin e parë që i janë ul, ai ka thonë a ka mundësi me net një orë. Po jo nuk rekomandohet sepse pastaj mund të ketë edhe efekte anësore. Sicila tretmani ka kohën e caktuar. Sigurisht. Driton, ti bënë një e thash edhe në fillim e emision, bënë një artë me mjaltën, bënë me bletët, bëre disa specialitete cilat kishin mundësi qytetarët njerëz të shijojnë pikërisht në lokalin tuaj. Nga lindi kjo ideja dhe si shkon, si funksionon tash dhe a kanë interes njerëz për të gjitha të gjëra që ju i ofrojni? Këtu ka disa faktorë, domethënë, mungon edhe edukimi, mungon edhe reklamimi i pjanës time. Mungon edhe perceptimi i njerëzve për çështjen. Dhe këto 3 faktorë, domethënë, nëse nuk përmirësohen, edhe projekti nuk mund të ketë sukses. Po, unë shndrova një shtëpi gjithçka prej mjalti. Domethënë me pije, me kafe, me çajra, me ëmbëlsira, me kozmetik, me çokoladë, me domethënë gjithçka dhe vazhdon ajo të funksionojë. Jo në atë pritshmëri të cilat ndoshta i kam prit unë. Është interesant se për atë shtëpinë e mjaltit në Tetov kanë erdhur për shembull fakultete dhe shkolla të mesme bujqësore nga Serbia, Kroacia, nga Bosna, nga Slovenia, kanë erdhur profesor prej Italie, prej Zvicre, prej Gjermanie që ta shohin.
e prezentojnë për para njerëzve të atyre si model suksese, se si duhet, domethënë, të merremi në mënyrë moderne me bletarin, ndërkohë që domethënë nuk ka një interesim të atill nga domethënë shkollat bujqësore tona, nga fakultetet bujqësore tona, domethënë që ta marrin atë si asete dhe t'i binë domethënë studentët të shohin se si përgatiten recetat, të shohin si përgatiten kombinimet. Domethënë ajo funksionon, ka një klientel, domethënë të atill jemi përpjekur që ta krijojmë edhe ambientin familjar, ka një klientel familjare, a mund të përmirësohet gjithsesi, ka shumë mundësi për të përmirësuar. Unë desha të përgatis tani edhe një emision kuzhine, ku do të përgatiteshin receta të ndryshme, qofshin të ushqimit të përditshëm, qofshin të ëmbëlsirave, ose qofshin atyre kombinimeve të cilat ne duhet t'i shfrytëzoj, duhet t'i përgatisin shtëpi çdo familje me ato që i ka, për shembull. Në kohën e dimrit, kombinimi i mjaltës me qepën e kuqe është shërupi më i mirë që e ndal kollën. Ndërkohë që qytetarët nuk e dinë gjithë këtë. Ndërkohë mjaltin e ke në shtëpi, qepën e kuqe e ke në shtëpi, por nëse nuk dinë si ti shfrytëzosh, ti do shkosh në ke kot. Kështu që desha një emision mirë, po kërkon pak më tepër teknologji, kërkon kohë, kërkon afinitet, kërkon kuadër, të cilët fatkeqësisht tek ne rinia nuk më tepër është e fokusuar në perëndim se sa këtu për brenda. Domethënë ka 1 milion projekte që mund bësh aty, qofshim me Telmediume, qofshim me Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore, që deshim studentët të vinë aty të bëjnë, domethënë, produkte inovative nga mjalti që t'ua prezantojnë klientin, ta shesin në klientelën momentale aty. Ka pas ide projekte të këtilla, mirë po kërkon, me të vërtet kërkon shumë mund të shndrohet në një akademi realisht përsa i takon bletës mjaltit dhe produkteve të bletës edhe çajrave, mirë po kërkon kuadër. Domethënë tek ne mungon, domethënë tek personalisht tek e imja është funksionale, mirë po jo deri në atë shkallë si është. Unë shoh se kur vinë turistë nga jashtë, që kemi shumë turistë nga jashtë, domethënë mënyra se si faleminderohen, si thonë se faleminderit që ma ke dhënë këtë moment magjik me këto prezentimin e këtyre gjërave, domethënë nuk është ai perceptim te popullata jonë, mirë po mendoj se me kohë, domethënë ne nuk e kemi hap që ta mbyllim, ne kemi hap që ta zhvillojmë. Kështu që me kohë ndoshta do të zhvillohet. Ashtu. Sa tek ne diet është pak disi ndoshta ndikojnë edhe ka edhe faktor tjerë të cilët ndikojnë tek ajo që njerëz më të jenë dhënë nga këto gjërat natyrale, ndoshta kjo jeta e shpejtë e ka bërë që njerëzit edhe të merren me sende, të konsumojnë sende të shpejta të cilët nëse dikush i ka bërë pandemia i ka bërë mirë dikujt, do të thënë pandemia që ishte një e keqe, e jashtëzakonshme si fenomen, i ka bërë mirë dikujt, i ka bërë mirë bletarëve. Për arsye se qytetarët atëherë filluan të interesohen se me cilat produkte mund të rrisin imunitetin e tyre për të mbrojtur prej pandemisë. Edhe të gjithë ato studime i orientonin te bleta dhe te produktet te bletës edhe te mjalti. Edhe qytetarët në kohën e pandemisë u edukuan shumë për rolin që e ka mjalti. Mirë po në anën tjetër, për shembull, edhe tek ne, për shembull, çmimi i mjaltit është i lartë përsa i takon buxhetit familjar të një familje. Sidomos tani, domethënë pas pandemisë, me rritjen enorme të produkteve bazike shtëpiake, mjalti filloi të duket më luks në familje. Unë tradicionalisht kam pas familje, për shembull, mushterit e kun që çdo vjet kam bler ka 20-30 kg mjalt brenda vitit që ka konsumuar brenda familjes, sot ajo familje blen 5 kg mjalt. Për arsye se buxheti i asaj familje tani më nuk shkon te mjalti, por shkon te produktet bazike. Domethënë, kështu që shtrejnimi, domethënë, jo se qytetarët nuk e kanë informacionin e mjaftueshëm përsa i takon efekti që ka mjalti dhe produktet e bletës, por edhe këto produkte janë të shtrenjta. Në anën tjetër, bëhet një luftë e pamëshirshme e falsifikatorëve të mjaltit, të cilët dalin në treg, dalin me çmime jashtëzakonisht shumë të lira, e dëmtojnë dukshëm shëndetin e qytetarit,
Mirë po qytetari, kur s'ka shumë buxhet, thot më mirë ta marr atë më të lirin se sa ta marr këtë më të shtrenjtin. Kështu që domethënë është një luftë domethënë që e bëjmë neve gjithmonë. Falsifikimi fatkeqësisht tek ne lejon edhe ligji. Kështu që ti domethënë kërkohet një iniciativë pi anës së shoqatave dhe federatave që njëherë të ndryshohet ligji të ndalet falsifikimi. Kështu që vazhdojmë, domethënë si në Maqedoni. A jemi të kënaqur me kualitetin, drejton? Unë kam bërë, domethënë ajo kualiteti i rangu i mjaltit, cilësisë i mjaltit. Përveç që domethënë nuk duhet të lavdroj, domethënë vetveten, por as edhe një bletar të Maqedonisë. Është përgjithësi me qenë se ke pas shumë kontakte duke marrë parasysh se ne aty kemi bërë analiza të mjalteve nga shtete të ndryshme, nga zona geografike të ndryshme, se mjalti i Tetovës nuk është i njëjtë me Kumanovës, i Kumanovës nuk është me Shkupit, i Shkupit domethënë çdo mjalt ka karakteristikën e vet. Mirë po e them me bindje të plotë. Edhe këtë e them në mënyrë shkencore të dokumentuar. Mjalti që prodhohet në territorin e Maqedonisë është i pa kompromis me çdo lloj mjalti përsa i takon kualitetit dhe aftësive nutricitive të mjaltit me çdo mjalt tjetër që nivel botnor. Ani pse ti shef reklama, për shembull, mos përmes tani emra, është 200 euro ai, 200 nga Zelanda e Re është 300 euro kilogrami. Aftësitë nutricitive të mjaltit të Maqedonisë, të Pollogut, të mjaltit të Gështenjës, domethënë që është në Tetovë, të mjaltit të Fushës, domethënë të Anasoni që është në zonën e Kumanovës, të mjaltit të Pishtës që është në zonën e Kërçovës, Delçevës, domethënë këto janë mjalta të cilët në sferën ndërkombëtare mund të vihen në vendin e parë. Mirë po tek ne mungon, si të them, brendimi i këtyre produkteve. Brendimi kërkon, domethënë përveç financa, kërkon edhe ekspert. Tek ne mungojnë edhe ekspertët fushës, por mungojnë edhe financat për ta brendu dhe për ta nxjerrë në sipërfaqe. Kështu që sa i takon kualitetit, një klient i cili blen prej bletarit të zonës, prej rrethit të tij mjalt, të jetë i sigurt për kualitetin. A çfarë blen në market? Zoti ndihmoft. Në t'ja bën, po. Fatin sigurisht. Te komuna jon atje. Ashtu. Na ndodhi një rast shumë interesant para 2 viteve, kishim disa miq nga Zvicra, ishte zviceran ai. Edhe dolën për të shatit tek fushat e të arat aty, edhe kemi hip me një shpatë ashtu, edhe shef thot, pse kjo arë gjithë kjo fushë pa punume? Do i thojmë se nuk ka llogari ashtu, si shihën terrenin ton. Edhe ai kishte 2 bleta që në Zvicër, edhe për shkak të nderit na ja dham dhurat mjaltin ton. Ai për nder tha, unë do që u bëj analizë dhe nëse më lejoni, do ta marr sepse ai ishte në një publikim shkencor i cili studionte gjithë mjaltet botërore. Tha nëse më lejohet, mjaltin e ju do t'ja bëj analizë dhe do ta fus në punimin ton shkencor. Rezultatet ishin jashtëzakonisht mahnice, sepse ka rangu në vendin e 5 botëror mjaltin ton. Edhe në mail në kishte shumë interesant, tha ju vërtet se punojsh në fushën, po pja shifni hajrit. Pse? Sepse ka dalë në vendin e 5 për shkak se nuk ka shumë pesticide. Si rezultat i mos punës në fushë, ju nuk spërkatni shumë dhe keni shumë mjalt cilësor. Dhe një prej kushteve që duhet të jetë cilësor, mos të ketë pesticide, sepse shumica e njerëzve fokusohen tek sheqeri. A ka sheqer, a ka sheqer. Dhe askush nuk pyet se a ka kimikate ose me çka janë trajtuar ato bleta. Shumë rëndësia është. Shumë, po një fakt interesant në vendin tonë. Atëret ku s'punohen në arat të paktën në të marrin bletë. Mjalt. No, my love. Kemi një të mirë. Po dim sa të bën kjo, a ka njeriu kohë për të marrë me bletë krahas asaj që merret me një punë të përditshme që ka punë që të mos thon punë që ka me një orar nga ora 8 deri ora 4 shkon në shtëpi dhe a gjendet kohë për të marrë me bletë, nëse tash në njëri nga shikuesit thotë po mirë be jam punë, nuk e di a mundë. Bash speciale për këtë do të flasim për arsye se kur fillum me marrë me bletë, unë kisha vështirësi për material. Më thonë sidomos në gjuhën shqipe, edhe pse shifmi në gjuhën angleze, por në gjuhën shqipe kishte shumë mungesë. Po literaturë nuk ka. Po, edhe sidomos domethënë video ose praktikisht, sepse njerëzit sot kërkojnë praktikisht. Te lexon teori, po në praktik nuk funksionon. Shpesh ndodhe kështu te bleta. Dhe unë me shokun tim, Halilin, na lindi një ide që të bëjmë diçka që nuk e ka bën askush deri tash, të krijojmë një kanal në YouTube, i cili quhet Bletaria Shqip, dhe aty të bëjmë një kurs për bletarët e ri.
Shumë mirë. Momentin që i fillum me këta, ne përveç se i rritëm njohuritë tona, në epizodin e parë kemi cek konkretisht ju që thatë ketë, sepse a ke kohë. Një prej kushteve kryesore për të marrë me bletë është dashuria për bletën. Sepse nëse keti dashuri, sakrifikon diçka dhe shkon të paktën 10 minuta të bletës, ose të paktën 15 minuta. Sepse shumica e njerëzve sot, minimum po them, 1 orë në ditë rrin kafe. Kur e keti dashurinë ndaj bletës, atëherë atë orë shkon e shfrytëzon tek bletët. Mendoj se çdo kush që i don bletët, do të ketë kohë dhe më marr me to. Drejton? Ka për bletë. Si jo, sa dush. Nuk besoj që i ka dhe periudat e veta ku ndoshta ma tepër duhet të jesh me tek ne i përkushtuar tek bletaria vazhdon të jetë hobiste. Edhe ai që i mban bletën, ai i don bletët. Edhe e gjen kohën. Më thënë unë flasë vetëm për zonën e Pollogut. Ka të regjistruar diku ke 635 bletarë. Për 635 bletarëve, a janë 4 apo 5 bletarë që merren në mënyrë profesionale me bletën, edhe mirëqenie ekonomike kanë bletën. Të 630 bletarët tjerë prej zonës Pollogut gjithmonë flasë, janë 6 zona bujqësore në Maqedoni. Domethënë 600 qerit bletën e mbajnë për shkak të hobit të tyre, pasionit të tyre, dashurisë të tyre ndaj bletës. Kështu që kur e don diçka, domethënë gjithë kohën e gjen. Po, bleta ka, domethënë u fola edhe pak më herë, bleta ka disa faza. Pranvera ka më tepër punë, pastaj koha e vjeljes së mjaltit ka më tepër punë, faza e përgatitjes së bletëve për dimrim ka punë, mirë po ka një periudhë për shembull që nga domethënë fillimi i dimrit, domethënë gjatë gjithë dimrit, domethënë pika tetori, nëntori deri ka janari shkurtit, duhet vetëm shkosh të bletët i kontrollosh nëse ka erthni mik me 4 kam të vizitoj, kështu që ka periudha për shembull. Mirë po, nëse domethënë merresh me të, e gjen kohën, si thanë, domethënë e gjen kohën, gjithmonë e gjen kohën. I merr edhe familjen krejt në fund aty te bletët, bashkë me familjen kujdesesh për bletët. Domethënë ka kohë mjaftush. Kanali në YouTube si u shkon? Ka komente ndryshme, shifet se ka interesim pajtim? Tash për tash jemi kanali më i shikuar se i përket në gjuhën shqipe. Po flas për Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri, po ashtu shifemi nga diaspora bletarë që janë shqiptar. Kemi diku rreth 7500 ndjekës. Dhe tash kanali ka kalu mbi 2 milion shikime. Jemi kanali më i ndjekur. Dhe projektin e fundit që e kemi nis është kalendari i bletarit, pikërisht për atë që folët se çdo bletar fillestar, por çdo muaj ti di punë specifike se çfarë duhet kryhet. Tash jemi në muajin prill dhe po presim që të vëmë episodin e radhës. Prandaj edhe ne sot e gjetëm në vikend, për vikend këtë temë që është interesant. Ti leni bletarët pa punë dëgjojnë emisionin. Një ditë në ta humbin, kanë pas se çka të ndëgjojnë. Driton, pajtim faleminderit që ndatë kohë të jeni pjesë e emisionit. Mbetet që t'ju vizitojmë në vendet ku punojni, veprojni dhe për t'i shiju ndoshta ka pak edhe sendet gjërat nga dobit e mjaltit, por duke gjithmonë duke prezentuar më të mirën edhe shikuesit. Do të ndahemi, por me të vërtet siç që studiohet shumë bleta edhe s'ka fund, ndoshta do të kishim bisedu deri me orë të tëra. Mundësit janë të këtilla. Sa me t'ju faleminderit shumë mirë për ftesën, duke qenë se kam qenë pjesë e këtij televizioni,
më erdhë shumë mirë që redaksia në gjuhën shqipe ka bërë një zhvillim, një progres shumë të mirë në këto zyra, në këto studio ka shumë të mira, ka shumë moderne, ka shumë që i ngjajnë kohës. Ti me atë eksperiencën tënde krijove një ambient shumë, domethënë familjar, shoqëror, dhe më tepër u ndjem se jemi duke biseduar me shokësh sa përpara kamerave. Kështu që faleminderit shumë për ftesën. Televizioni shpesh edhe domethënë ka qenë mik i shoqatës sonë. Ne kemi marrë pjesë shpesh për ta promovuar aktivitetet tona dhe nuk dyshoj asnjëherë se do ta bëj të njëjtën. Jeni mirë se ardhur në Honey House. Sigurisht. Faleminderit për ardhjen, por faleminderit të them që erdhen në shtëpinë tënde. Faleminderit edhe nga ju. Faleminderit edhe për ju për ftesën, ishte kënaqësi të jemi në emisionin tuaj. Sigurisht, në për kanalin tënd në YouTube do shifemi atëherë për të marrë ideja të gjitha ato të cilët dëshirojnë të merren me bletari, por me inovacione moderne jo me gjëra të cilët i përkasin të kalumës. Për fund veç ka thonë që mos i merrni ilaçet nga farmacia, merrni nga kosherja e bletës. Ashtu siç edhe nëse më lejohet një citat të profetit Muhammed, i cili ka thonë për popullin tim, lash 2 kura, për shpirtin Kur'anin, kurse për trupin mjaltin. Kështu që ju sugjeroj që ta konsumoni këtë ilaç natyror. Sigurisht. E thonë edhe këto komshit tonë, thotë një sëmundje thotë më mirë thotë të pengohet se sa të shërohet. Faleminderit edhe një. Të nderuar miq, ishte një bisedë e bukur me të ftuarit tonë. Bëjmë një shkëputje të shkurtër për ta përmbyllur këtë emision.